Miq, ju përshëndesim. Jemi me profesor direkt me profesor Angel Lukën. Për gjithë ju që keni gjithmonë ato pikpyetjet tuaja që thoni që profesor, s'keni shans të afroheni, po ja them kështu troç fare domethënë. Nuk keni shans të afroheni këtij njeriu dhe të bëni atë siç ka bëu ky njeri. Angelo, përshëndes. Gëzohem që je mirë. Gjithashtu, faleminderit. Që vazhdon me misionin tonë sapo që na ndjekin, edhe atyre që do na ndjekin. Çka ka të re? Kjo është ajo që kemi thënë gjithmonë. Tokot e fundit me Angelo. Për çfarë ke fjalën? Për gjësi domethënë. Shi sa bukur është. Shi çfarë jetë. Tirana është për mrekulli, çfarë do ti? Çfarë do? Ja. Ti je nga ky vend domethënë që na e ka bu sapo dëgjova një të ri Angelo që thoshte që do detyrohem hapa biznesin gjona sa e kam hap. Sa e hapa derën e biznesit lokal të më erdhën direkt më shkatruar. Jam detyruar në shes edhe shtëpi që kam lart lokalit dhe lokalin gjithë biznesin. Shteti. Kush tjetër? Po va nuk rrihet më thotë do iki. Mirë, dëgjoj çik tani. Në Shqipëri ka midis të tjerave shumë të mira, shumë të këqija dhe shumë partizanllëk. Jo më, Shqipëria ka shumë të mira, po vetëm një të keqe ka. Dal të mbaj. Dhe shumë partizanllëk. Domethënë. Po, lëpirësa. Domethënë, fjalët e këtij që sapo përmendë ti, që s'ja dim as fytyrën as emrin, unë për të paktën. Po jo, kështu ke shumë shqiptar me qindra. Jo, po mund të jenë të vërteta, mund edhe të mos jenë të vërteta. Si do dalë skenar tjetër. Po pra, se mund të jenë qëllimisht për të nxitur njerëzit të ikin, apo për të bërë ta zem lojën e opozitës. Domethënë, sa kohë që nuk kemi një njeri që të dali kështu balla, siç po dalim neve, fjalët që sapo the ti, tha filani, edhe quhen edhe s'quhen. Tha filani, çdo kush mund të thotë. Nëse do të thotë ai. Mirë, që është boshatisë Shqipëria është një realitet. Po ajo nuk diskutohet. Prej 10 vitesh që gati 1 milion shqiptarë që kanë ikur. Po nuk diskutohet ajo nga ana tjetër që publiku të jetë i mirë orientuar, duhet që fjalët që thuhen me një provë përpara dhe me një njeri konkret, ti thot një njeri konkret. Po ti do thuash këto kanë nxitur njerëz që të thonë të. Po ajo nuk diskutohet ajo. Po ajo nuk diskutohet. Tu zbohet. Po këtu nuk diskutohet, këtë e bën. Nuk besoj që ai personi fjalë që them unë tjetër. Se çfarë beson ti është punë tjetër. Okej, vazhdojmë. Këtë e bëjnë vendasit, domethënë opozita, për të krijuar sa më shumë kaos dhe mosbesim te qeveria që natyrisht nuk është ajo e shkëlqyera, po e bëjnë dhe të huajt. Pa diskutim. Të huajt duan që të boshatiset ky vend. Dhe i nxisin këto lloj formash, këtë lloj psikoze, që këtu sjetohet. E kupton? Tani qeveria u bë. Domethënë pothuajse. Si u bë? E pra, qeveria Rama. Kjo qeveria tranzitore, Rama Aq. Po vërtet, si janë takuar për të ndryshimet e reja, jemi takuar ne për të. Po u takuam i tham dy llafë këshune, kur ran ata që u përmendën emrat e këtyre të tjerë. Ke zbuluar gjë të re më shumë? Jo, nuk kam zbuluar se ata, siç kam thënë unë, e zbuluar quhet kur jemi para një veprimi konkret. Po. Domethënë, sa kohë që këta që sapo u vunë në listën e qeverisë, nuk kanë bërë një veprim konkret, ne nuk kemi pse të themi, domethënë të ngremi hipoteza. Tjetër gjë. Ashtu. Ndërsa fakti është që nuk e di. Po jo qetë e Jo, qetë e mori gjithmonë ti, po shumë qetë. Po jo qetë tash ka ca zëra që thonë që Edi Rama të gjithë qeverinë e paska çuar në Amerikë. E shefat atje? Kush është ajo? Kush është? Shoku jot Ben Blushi. Po, vazhdo. Nëse. Domethënë Edi Rama i paska çuar me kuçe me mash në Amerikë. Tani nëse ky lajm është i vërtet, Edi Rama ka shumë arsye për të mos ndendur këtu. Si ka çuar me kuçe me mash në Amerikë? Për çfarë? Kuçe me mash, gruan, fëmijët. Linda, ai Zao dhe ai tjetri Gregu kanë ikur në Amerikë. Për çfarë kanë ikur në Amerikë? Po dëgjoj, mbase për pushimin do të thotë. Por se po fitën në Shqipëri që Irani mund sulmoj Shqipërinë, domethënë mos kanë lidhje me këtë me situatën e luftës. Atë do ja të thosha unë, po do ta them çfarë. Ka shumë si na thuj lajmin Irani do sulmoj Shqipërinë, thuj Rama. Tani edhe një herë. Tani për tani nuk ka asnjë gjë të vërtetë që Irani do sulmoj Shqipërinë. Po. Një. E dyta. Po gjithë këto janë indici, këto janë shenja që na tregojnë. 2.
Irani ka sulmuar bazat amerikane. Po, në këto vende të tjera, në Shqipëri të thash unë vetëm pushk me gjalm ka. Por është ajo pika e manzës, që janë aleata Amerikës dhe kundërshtarët e regjimit të Iranit. Normal. Tanishëm. Domethënë mundësia që ta hedhin një llokume atje ekziston, ekziston. Nuk duhet marrë për amerikan, po ekziston. Nga ana tjetër Irani, siç e di ti, ka sulmuar bazat Retherotu në gjirin e, domethënë në gadishullin arabik, ato Retherotu vetes, çka ka pasur në Izrael, në Irak, në Jordani, i ka sulmuar. Dhe i ka sulmuar goxha rend. Nga ana tjetër Irani duket sikur ka bërë një gabim duke sulmuar dhe Turqinë. Por nuk ka sulmuar Turqinë, ka sulmuar bazën amerikane dhe me një arsye shumë precize. Nuk ka qenë thjesht një akt i nati, apo një akt kundër Turqisë. Kundër Turqisë, mirë fillim. Baza që Irani ka sulmuar, ka qenë një raketë vetme, dhe është interceptuar para fare në tokë, nuk ka hyrë në territorin turk, nuk ka bërë asnjë dëm. Në fakt synonte shkatërimin e arsenalit bërthamor që ruan ajo bazë. Është vetmja bazë që turk, domethënë amerikanë në Turqi. Vetme që ka amerikanë në Turqi? Jo, e vetmja që ka arsenalin bërthamor, ka diku te 50-60 testata bërthamore. Dhe ky ka qenë qëllimi. Por Irani në mënyrë legjitime mbron veten. Të tërë kanë qenë të paralajmëruar dhe ju ka thënë që bile unë për vete e shikoj shumë kontroverse, domethënë sjelljen e fqinjve të Iranit. Po këta, domethënë Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordania, sidomos Jordania, e të tjerë aty, kanë qenë ata që kanë ngritur zërin kundër Izraelit për sa i përket çfarosjes masive të palestinezëve. Dhe dihet që një nga rreziqet më të mëdha të Izraelit në këtë drejtim ka qenë Irani. Irani gjithmonë e ka ngritur aktivisht zërin, domethënë e ka bërë veprime konkrete kundër Iranit, kundër Izraelit për të mbrojtur palestinezët. Tani ana e keqe e kësaj situate është që po këta, domethënë Arabia, Jordania e ku di unë, janë, domethënë praktikisht janë bashkuar me Amerikën. Domethënë janë bashkuar me Izraelin. Në këtë pikë të historisë, në këtë që po ndodh tani. Dhe kjo është shumë e rëndë. Kjo praktikisht është tradhtie pas vetes tyre. Se këto do shkatrohen thua? Tash i shkatrohen apo nuk shkatrohen, kjo është punë tjetër, se qëllimi i Iranit nuk është që ti shkatrojë. Qëllimi i Iranit është që t'i japi sinjalin që rini larg Amerikës sepse është armiku ynë. Nuk është ai, është ky qëllimi. Po sot kishte reaguar dhe ky Erdoani, kishte thënë që mos u merrni me muzit dhe e keni keq domethënë. Po shumë mirë kanë si najer si mesazh, madje edhe për Izraelin, por edhe për Iranin direkt. Me që nuk e dini ose me që publiku, pjesa më e madhe e publikut nuk e di, Turqia ka lozur gjithmonë në situata që i kanë nxjerr pa lagur. Domethënë në luftën e dytë botërore Turqia mbeti komplet neutrale dhe ashtu gëzoi simpatin edhe të amerikanëve dhe të gjermanëve. E kupton? Pak a shumë të njëjtën gjë po bën edhe tani. Si vesha mes dhjamit. Mirë, a rrezikon Turqia të ketë që të përshkallëzohet domethënë kjo situata e Iranit përshkallëzohet edhe Turqia në luftë apo jo? E vërteta është se në Turqi ka shumë arab, ka shumë sirian, ka shumë iraken, domethënë ka nga këta që janë larguar luftrave të mëparshme, e kupton? Dhe këto lloj kontingjentesh mund të përdoren nga të dyja palët. E kupton? Është fakt që Izraeli për shembull dyshohet, sa thonë që e ka të provuar, që ka dashur të verë bomba në Arabinë Saudite me qëllim që t'i ngrinte ata kundër Iranit drejt për drejt. Dhe të sulmin që ka pasur, do t'ja faturonte Iranit. Po, do t'ja faturonte Iranit. Po, kjo është bërë mediatike, është kapur. Po, pra, domethënë
këto janë metoda pune që I përdor Izraeli ka kështu rutinë dhe amerikanë. Por kjo është për një vend, për në Arabinë Saudite si shteti, por tek 11 vendet e tjera e ka marrë përsipër Irani goditur. Shiko këtu, ti je i sigurt që Irani për të goditur bazat amerikane. Ka një politikë ushtarake shumë të qartë. Kur i bie, nuk do ta gjisirash. Diçka është e paqartë akoma për publikun, nëse ke informacion, domethënë Irani e ka ndërtuar edhe bombën bërthamore që ka parademruar Netanyahu prej vitesh. Si më doli edhe video sot që prej 30 vitesh Netanyahu duke thënë ja, këto 3-4 muaj është gati në finalizimin e bombës bërthamore. A e ka, si po më duket sikur se ka, si do ta kishte shtypë deri. Jo, ka shkollaj me shtypën bombë, ka shkollaj me. Mos i bëni gjëra kështu se bomba atomike nuk është ashtu. Dgjoj këtu. Sot arsenali ushtarak, arsenali i armatimeve në disa vende, Rusia në plan të parë, Kina, Turqia, domethënë Franca, Britania, Amerika kanë arsenale të jashtëzakonshme. Domethënë me forcat që nuk përballohen nga asgjë. Kupton? Dhe mund të lënë plag të boshatisin një sipërfaqe me mijëra kilometra katror që të mos ngjallen ndoshta për 50-60 vjet. Po, por të bërthamorën atomike e ka? Atëre, unë të thash këtë. E ka apo se ka, unë besoj që këta e din vetëm ata dhe askush tjetër. Nga ana tjetër, nëse do të ketë nevojë dhe nëse me të vërtet do të lindi nevoja, ti je i sigurt që Kina dhe Rusia patjetër do t'ja japin një. Se më ke dalë më shtek tani, po mu largove nga Shqipëria, s'ma dhe edhe përgjigjen e kësaj. Tani mos është një luftë që po bë Kina me Rusinë. Me që jemi në Shqipëri po të them kështu. Për shkak se si të kam thënë që regjimi i ajatullave, siç duan ta quajnë mediat, është kapsuar dëme të jashtëzakonshme nga një politikë izraelite dhe amerikane që kërkon prerjen e kokave. Ashtu. Dhe kujt po lëvizis më shumë kjo lufta, Izraelit apo Amerikës? Izraelit apo Amerikës? Kush po përfiton më shumë? Netanyahu dhe Trumpit. Jo Amerikës. Me që jemi këtu dale. Mos i ngatroni gjërat, Në lajmet të freskëta është publikuar, domethënë mediat kanë dhënë si lajm shumë të fortë. 340 ushtarak të gradës së lartë, përfshirë edhe general me 2, me 3 dhe me 4 hyje, janë ngritur drejt për drejt kundër zotit Trump. Madje dje u bëjnë lajm që e kishin nxjerrë kështu edhe. Po. Për leckash. S'bën shaka. Nuk bën shaka ata. Ata nga ana tjetër dhe Kongresi dhe Senati kanë votuar kundër tij në masë të madhe, domethënë e kanë kaluar pragun 67, kanë vajtur 68 e sipër. Dhe kërkojnë që mos sot nesër ata ta marrin për byllësh e ta flakin tutje. Trumpin. Ata jo unë. Po ata jo unë që pun kam unë, ata janë amerikanë me njëri tjetrin bën çaj do qefi. Po kush është më i keq nga këto dy pra, se unë ta bëna pyetje në formë tjetër, po ta bëj ndryshe tani. Kush më i keq, Netanyahu apo Trumpi në këtë mes? Çfarë po ndodh tani? Siç e kuptoj unë, Trumpi është praktikisht i detyruar nga Netanyahu. Çe baba dorën tu? Çe baba? Po këtë na thuaj. Domethënë, ai e kam kap gafil domethënë për siç ka kap Bela Ramën domethënë. Po Izraeli ka punuar gjatë gjithë këtyre viteve, 60-70 vjet, ka punuar me qëllim që të korruptojë dhe të rekrutojë njerëz. Dhe në radhë të parë këtë punë ka bërë vetë Amerikës, me paratë e amerikanëve. Me paratë e amerikanëve kanë blerë amerikanët. Ka blerë gjithë kokat. Vetë Trumpi i ka dhënë me sa di unë kesh $300 milion. Tani, po ti isha unë në vend atyre amerikanëve, ashtu si dhe në çdo vend të botës, një njeri me këtë background, e kupton, nuk mund të zgjidhet president. Se përderisa ka marrë borxh tek një vend tjetër, domethënë nga, sidomos nga ai ka marrë nga Mossadi praktikisht, nga lidhjet e Mossadit. Dhe në këtë gjendje ai është njeri që mund të përdoret, të keq përdoret në çdo fuqi që i ka dhënë parat. Pse them unë këtu që këta janë të tërë të përdorshëm.
Politikanët tanë kanë marrë, kanë pasuria shtetit. A mos ndoshta Trumpi po luan një lojë tani që të zhbëj, le të themi, kapjen e Amerikës nga Izraeli? Ja. Ja. Ja, ti je i sigurt. Dëgjoj këto. Amerikanët e kanë kuptuar vonë, po e kanë kuptuar që Izraeli është për të keqen e tyre më të keqe. Për të keqen e tyre më të keqe. Për të keqen e tyre më të keqe. Tashi zërat në Amerikë që thonë që nuk duam të luftojmë për Izraelin janë me miliona xhanëm dhe punë analistësh e ushtarakësh e njërin e tjetrën dhe me që erdhëm tek analistët ushtarak, ç'a thashun para ca kohësh, para se të fillonte një ditë para se të fillonte lufta? Unë thash që Izraeli rrezikon të zhduket nëse insiston në luftë kundër Iranit. Po, e ke thënë. Dhe Amerika rezulton të zhduket nga i rajon. Po. Dakor? Fjalët e mia pak a shumë po realizohen. Cila po del më shumë, të dyja po delën, mos po i gjuan të dyja? Jo, unë do të them këtë që direkt pas meje po këto fjalë i kanë thënë analistët më të mirë ushtarak në botë. Ushtarak të mirëfillt, jo ushtarak kështu. Ushtarak mirëfillt. Jo ushtarak qoftesh. Jo ushtarak qoftesh. Njëri prej tyre, një zë jashtëzakonisht i fuqishëm që ka 3-4 vjet që nga lufta e Ukrainës sidomos, që jep analizat më të sakta pak a shumë. Dhe më afër realitetit. Është, po pra, parashikueshmëria e tij është, domethënë, që ajo që vërtetohet pasaj në fakte konkrete. Po. Zotëria ka thënë pikërisht këto fjalë që kam thënë unë. I kam thënë pas meje. Që Izraeli rrezikon të mos mbijetojë këtij konflikti. Domethënë arsenali i Iranit është në radhë të parë arsenali njerëzor, mos e harroni, dhe me që amerikanët dhe izraelitët mundohen të bëjnë propagandë, t'ju thonë se shpresonin kështu ato që ditën e parë do ishin bombën, do vrisin kamenin, të nesme njerëzit do ngriheshin edhe do përmbysnin pushtetin. E mbaronte lufta. Kështu e kishin parashikuar. Ta kam thënë idiotët, siç të thash. Idiotët atje as e kanë idenë se ç'a janë ata njerëz, njerëzit e Iranit dhe ushtria dhe domethënë garda. Tani për ta mbyllur tani se jemi në minutat e fundit. Prit. Populli i Iranit duhet të ketë parasysh një gjë, dhe unë besoj që ata e kanë parasysh. Çdo popull ka të drejtë të ngrihet për liri nëse dhunohet në të drejtat e veta siç dhunohen atje. Dakor? Po kaq budallënj të jenë ata sa që këtë luftë ta bëjnë në krah të Izraelit? Kaq budallënj varet nga influencët që bëhen, shiten e blen si. Po pikërisht, domethënë, nëse me të vërtet duan që të fitojnë lirinë në mënyrë të pastër, sepse dikush po i shtyp, dakor. Po që ta bëjnë këtë me vrasësit, me njerëzit më vrasës në botë, të vjen në shërbim të Izraelit dhe të Amerikës. Jo, nuk më kuptove. Kjo ishte parimisht, dhe faktikisht atje nuk po lufton njeri në krah të Izraelit. Dhe nga pikpamja ime, them që nëse ata njerëz, kushdo prej tyre që vihet në funksion të Izraelit dhe të Amerikës, meriton dënimin, se është tradhti. Është ndryshe lufta politike brenda vendit, ndryshe kur ti vjesh në funksion. Rubinetin me Engjëll, çai duhet thonë. Se ai Spanja për shembull që qëndroi larg, ai direkt me sanksione i dha Trumpi. Atëre dëgjoj këtu ti. Trumpi po bën një popull i mirë dha, po ai atje dha. Dëgjoj këtu, Trumpi po bën një liçen me gomarrllëqe. S'po them detun e oqean, po them një liçen me gomarrllëqe. Dhe çdo ditë po verifikohet që ai i ka gabim zgjedhjet e tij. Është vend kundër vetë Australisë, që ka pasur aleat shumë të rëndësishëm, kundër Kanadas, që ka pasur aleat shumë të rëndësishëm, e kush e di se sa të tjerëve. Ndërsa me që tham për atë prerjen e kokëve, nuk çuditem unë nëse iranianët i bëjnë sulme Edi Ramës. Bravo, të kjo mbillë tani që ta mbyllim me këtë. Domethënë nuk është se dua që të ndodhin, po nuk çuditem nëse ndodh. Pse? Sepse ky ka marrë pjesë në po të njëjtën politikë që bën në Izraeli. Madje lidhja që pati ky se kushdo tjetër. Lidhja që pati ky me Trumpin e ka pasur për shkak se takoi në Netanyahu të shfrytëzoj me Trumpin. Domethënë ky në mënyrë aktive ka marrë më me Izraelin sa me Amerikën. Po pra, ka mbështetur politikat vrastare të Izraelit. Po. E kupton? Ka treguar ai, edhe me krenarit të madhe. Domethënë, po pra,
Atë që ke berë, atë do të bëjnë. Po puna ne tjerët më burr. Po s'kan punë Irani me tyre, mos harroj që Irani këtu ka qenë jashtëzakonisht aktiv në mbrojtjen e 55% të shqiptarëve që janë musliman, si puna jote. Ç'po ka me ty? Po ti di budallënja ata se merre vrit. Ja, janë preciz ato, do ja çojnë. Ata janë preciz. Çfarë do sulmojnë manzën para apo surrelin? Ku do të çojnë raketën para? Jo, mos s'është për çështë mos. Ku do e nisë raketën për ta mbyllë, kjo është tani. Ku do ta nisë raketën? Në Manz apo në Sorrel? Po tjetë ashtu si që parashikoj unë. Ata do thonë, në Sorrel ka më pak njerëz, kështu që vrasim ata që kemi për të vrarë. I lëm të tjerë. Ja shaka. Po sigurisht që kanë me Ramën. Me Ramën e kanë më shumë. Po më shumë me Ramën. Sa me këto opozitës që kanë pasur kur regjimi. Rama pas një arsye i mori brenda 24 orëve i të bëj atë shejtanin ambasadën këtu. 24 orë dhe u fut brenda si kur ndonjëherë më vonë, më përpara. Domethënë nuk mund të ndodhin që një shtet të udhënojë ambasadën. Domethënë është pallje lufte direkt. E kupton? Dhe tjetra mos harroj një gjë që këto lëvizje që ka bërë Rama, kam ngel akoma ke fillimi i filmit, që ka çuar fëmijët e tij jashtë edhe bashkëshortën jashtë. Mund të ketë një frikë, mund të ketë. Është vërtet që kanë lëvizur, nuk janë këtu në Shqipëri që kanë. Po kështu thon lajmet, ashtu dhe mund të ketë në të vërtetë në këtë mes, e dyta që mundet që agjensit partnere, ata të mençurit fare. Jo, mund t'i kenë thënë që është e këshillueshme të heqësh se si dihet. Është normale. Pa është gati vendi jonë për ta pritur një sulm tillë, domethënë çfarë masësh kanë marrë. O çuni mirë, ne s'kemi as gur për të çar kokën ti kot ti tani. Budalliqe. Këto pallatet që kemi te vërdall për shembull na mbrojnë tani po të hipim këto për shembull për raketat to janë antiraketore. Dëgjoj. Po tunelet e Verdi kemi për shembull ato, kemi ku mbrohen, se është një pyetje e madhe kjo. Edhe qeshim edhe po është tunelet e Enverit. Nis lufta më vëlla. Tunelet e Enverit janë bërë objekt kulturor për vizita të turistëve. Po për ne nuk ka gjë aty? Për ne mirë jemi këtu nëse. Ajo rezistente që të na mbajnë, ose ky. Ne nuk na gjen gjë mos kimi. Ky bunkeri këtu ke sheshi për shembull, që kemi këtë bunkerin këtu jashtë. Mos ki merak ti. Që kalojnë qytetarët e Tiranës këtu për shembull, këtu poshtë. A ruhemi dot në një po më futet ky bunker? Jo, çu nuk kam ndërmend të ruhem. Mos ki merak. Po si do e bësh ti nëse? Po ara. Do e presësh? Të presunë. Çfarë do të ngre dorën kështu? Nisë grumul fare. Ingjëll për ta përmbledh gjithën tani, vetëm për 30 sekonda. Ta mbyllim. Ta mbyllim. Mbyllë. Çfarë do të thosh? Edhe një herë pritet. Se të tëra këto e kanë mos harroni një gjë që të gjitha lëvizjet e mëdha dhe konfliktet e mëdha nëpër botë bëhen për gjëra shumë qesharake. Si qesharake? Fare qesharake. Domethënë, prit, marr nga konteksti i popullit i atyre që përfshihen në një konflikt. Për shembull, unë them, dhe se them vetëm unë, që konflikti që po bëhet sot, që është më i tmerrshëm i këtyre kohëve, po bëhet për shkak të njeriu, të Netanyahu. Se ai po s'merri luftë shkon në burg. Po s'është se po kërkon, ajo është politikë që është kërkuar prej vitesh. Jo. Zgjerimin e Izraelit në linjën. Tjetër politika, tjetër akti konkret dhe intensiteti i aktit. Se ndryshe të thuash që unë dua Sirin, dua Libanin e tjera, ndyshe ti hidhesh me të tërë forcën e zjarrit, ti provokosh të tërë, me arsye dhe pa arsye, për të nxitur konflikt me qëllim që atje të mos funksionojë ligji, që në Izrael mos funksionojë ligji. E njëjta gjë për Trumpin. Trumpi e ka të domosdoshme të futet në konflikt, se po s'u fut në konflikt, do ishte në burg tani. Prej dosis e Pshtenit? Po pra, e për shumë të tjera. Po mirë, jo vetëm Trumpi, por kam përshtypjen që edhe gjithë zyra ovale e tij, gjithë qeverisja. Por ata janë me mirë. Po ata janë me mirë. Ato janë gjithë të kapur, jo vetëm Trumpi. Jo vetëm Trumpi. Prit. Ata janë të gjithë të kapur. Po jo të gjithë kanë të njëjtën peshë dhe të njëjtën përgjegjësi, dhe jo të gjithë kanë të njëjtin pushtet për të bërë luftë. Ky e ka pushtetin për të bërë luftë. Kush është më e fituar, Kina apo Rusia ndërmes? Me të çfarë ndodh? Atëre, Rusia është jashtëzakonisht e fituar dhe Kina është në rrezik, sepse Kina merr 90% të nevojave të naftës i merr nga Irani. Nga Irani.
Domethënë 90% atyre që prodhon Irani është to me këtë që po bëjnë, mos ndoshta duan të godasin Kinën në mënyrë indirekte? Pra lufta është midis Kinës edhe po diskutohet, është edhe ajo brenda. Është edhe ajo brenda. Domethënë Trump ka shpresuar që ashtu siç bëri në Venezuelë, të bëjnë në Kubë, të bëjë këtu në Iran, domethënë që këto janë të gjitha burime që i çojnë naftë Kinës. Sepse ndryshe nga Kina, Rusia nuk ka nevojë as për naftë as për gaz. Përkundrazi ajo është vetë prodhuese. E kupton? Domethënë Rusia shet naftë, Kina ble naftë. Dhe nga e ble? Në pjesën më të madhe e ble nga Irani. E ble nga Venezuela. Dhe duke i prerë këtë burim, këtë furnizim, Amerika shpreson të njëkohësisht të dobësoj edhe Kinën. Dhe prandaj Kina është bërë aktive, e ka furnizuar prej kohësh Iranin me avion, me raketa, me mthetash, dhe po vazhdon po e furnizon, ti je sigurt. Ata i kanë dalë haptas ballas amerikanëve, ju kanë thënë që mos vazhdonim tutje. Ja qartë. Por për shqiptarët të jenë të qetë nuk ka sulm, do ta ketë vetëm Angelo, përshëndes, të falenderoj shumë. E vërteta është që Irani nuk ka asnjë konflikt me shqiptarët, ka vetëm me Edi Ramën. Po mirë, se edhe me Izraelin nuk e ka me... Jo, e ka me Izraelin. E ka me popullin izraelit. E ka me popullin. Izraelitët edukojnë që kur lindin, që bile atje kur vjen këto gratë shtatzane atje të doktori, thonë atyre shiko vrit në një izraelit sa për të ashtu në një palestinez sa për të dalësh. Vrit ata iranianët sa për të dalësh. E kupton ti? Domethënë tjetër gjë. Miq, kujdesuni për veten, ju përshëndesim.